Procesi i integrimit është jashtëzakonisht i rëndësishëm për të dyja palët, si për Bashkimin Evropian, ashtu edhe për vendet kandidate. Në këtë situatë të vështirë gjeopolitike në botë, duhet të pranojmë sa më shpejt të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Sigurisht çdo vend vlerësohet sipas meritave të veta dhe sipas përparimit të reformave. Për këtë arsye, ne i shohim të gjithë vendet në mënyrë të veçantë. Shqipëria dhe Malizia janë dy vendet që ndodhen në fazën më të avancuar të integrimit dhe të procesit të negociatave me Bashkimin Evropian. Shpresa jonë është që vitet e ardhshme të mund t'u themi mirëseardhjen si antar të plotë të Bashkimit Evropian disa prej vendeve të Ballkanit Perëndimor. Unë shpresoj që ndërto do të jetë edhe Shqipëria. Ballkani duhet ta kapërcej atë që ndoshta në të kaluarën na ka ndarë sot të investojmë vetëm në marrëdhënie të mira fqinjësore, në lidhje infrastrukturore, ekonomike, tregtare e financiare, në lidhjet mes njerëzve, të ketë më shumë vizita ndërmjet vendeve të ndryshme të Ballkanit, të rinjt të kenë mundësinë të arsimohen aty ku ata dëshirojnë, ndërsa kufijtë të jenë simbolik, ashtu siç ndodh me vendet e tjera, përfshirë edhe vetë Bullgarinë, e cila tashmë është pjesë e zonës Schengen. Kjo është plotësisht e realizueshme, varet nga vetë ju dhe unë e konsideroj Shqipërinë dhe shoqërinë shqiptare nga më pro-europiane dhe euroatlantiket. Mendoj se kur shumica dhe opozita kanë të njëjtin qëllim, të kontribuojnë vërtet në antarësimin e shpejtë të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, kjo do të bëhet realitet. Pavarësisht mosmarrëveshjeve politike, kjo çështje duhet t'i bashkojë të gjithë shqiptarët, nga ato që kanë vëzhguar në Parlamentin shqiptar se qeveria dhe opozita janë të unifikuara në këtë drejtim. Unë pres që në fund të nisin edhe negociatat për antarësimin në Bashkimin Evropian, sapo të përmbushen kushtet që ka pranuar vetë Republika e Maqedonisë Veriut. Ne si Republikë e Bullgarisë nuk kemi pasur kur problem me emrin Republika e Maqedonisë, e Bullgaria në asnjë mënyrë nuk e pengon antarësimin evropian të Maqedonisë së Veriut. Përkundrazi, ne mbështesim fuqimisht që vendi të ecë përpara. Kjo nënkupton edhe përfshirjen e komunitetit bullgar në kushtetut, një lloj si të gjitha komunitetet e tjera përbërëse të shtetit. Gjithashtu kërkojmë të mos ketë diskriminim ndaj atyre që deklarojnë hapur identitetin e tyre historik bullgar. Në Maqedoninë e Veriut ndiqen edhe mediat shqiptare. I bëj apel mikut tim Hristian Mickoski, që pas fitores elektorale dhe pas përfundimit të raundit të dytë për partitë e tij, le të lërë pas disa nga parrullat e vjetra dhe sa më shpejt të nisë negociatat për antarësimin në BE. Ne do t'i mbështesim dhe dëshirojmë antarësimin e Republikës së sotme të Maqedonisë Veriut, ashtu si edhe të Shqipërisë, por çdo vend vlerësohet veçmas në bazë të përparimit të tij.